Bismillahirrahmanirrahim. Fillojmë sot me emisionin e ri, me emisionin e radhës, së bashku me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Avollin, që shfrytëzojmë rastin t'ju përshëndesim kudo që jeni, me përshëndetjen islame, selamu alejkum, dhe njëherë të lutemi te i madhi Zot që t'jeni mirë kudo që gjindeni. Jeni me kanalin në cilin transmetojmë në faqen e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës në Facebook edhe gjitha rrjetet tjera sociale, në YouTube dhe në Twitter. Këto emisione që faktikisht bartin mesazhin hyjnor me interpretime të shumë të sigurta, të fakteve të curisë së fesë tonë ndritur, konkretisht të jurisprudencës islame. Meqense në emisionin e kaluar kemi folur se si është zhvilluar shkenca e jurisprudencës islame në kohën e pejgamberit Muhammed a.s. Ndërsa sot do të kalojmë tek ajo gjenerata e dytë, pra gjenerata e sahabëve, siç e quajmë neve në terminologjinë tonë fetare. Para se të fillojmë me pyetjen e parë që ja drejtojmë profesorit Mustafa Efendi Avollit, ju lajmërojmë që pjesa e dytë e emisionit është kur edhe neve pranojmë pyetjet tuaja. Kështu që për çdo interesim tuaj, për çdo lloj paqartësie ose argumenti shtesë që ju duhet, neve jemi këtu dhe mund t'i dërgoni pyetjet nëpër këto rrjete sociale që transmetohen pra emisionet tona në emër të Bashkisë Islame si Facebook, në YouTube e tjera. E fillojmë emisionin ton sot me mirëseardhjen që ja bëjmë mas pari profesor Mustafës. Dhe pyetja e parë, profesor, meqense kemi folur në emisionin e kaluar në kohën e pejgamberit alayhis se është zhvilluar si ka ecë çështja e jurisprudencës islame ose shkencës së fikut, ndërsa sot kemi ardhur te gjenerata e dytë, faktikisht mas pejgamberit alayhis te gjenerata e sahabëve. Por meqense neve do ta përdorim vazhdimisht ta shetutje faktikisht sahab, është mirë të sharohet para shikuesve tanë që ta dinë më mirë se çka përfshin termi sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Po, disa prej termeve që na duhet s'kem qara pa i njoft mirë, në mënyrë që ndëgjuesi me na kuptua drejt, ose ata që na përcjellin, sepse mos njohja e termeve shpesh herë, po shoh edhe në mes profesionistëve kanë të loshe dhe probleme, dhe divergjenca në mendime, në realitet problemi është që teksti ose termi nuk është njoft ose nuk ka qenë bollë e qartë. Për ata disa terme që do t'i përdorëm shpesh, do të mundohem që tash në realitet me i sarue edhe ka njerë ma shpesh me i përdor, ose me përdor sqarimin e tyre në mënyrë që të fillojmë me kont kapshme edhe të natyrshme të muslimonët, të ata që praktikisht kanë synojnë me boni bagazh dije të përgjithshme rreth mësimeve të islamit në përgjithësi dhe mësimeve të fikut ose jurisprudencës islame në veçanti. Fjala sahabi, e këto duhet me pas gjithër në hatër, se termet ka njëherë varësisht prej shkencës në cilën përdoren, kanë kuptime ndryshme. Do të njëjta fjalë mundet me pas kuptim pak ma tjetër në shkencë të saktuar tjetër. Për ata ne kur kemi folë, ose kur ndëgjojmë fjalën sunet, e pejgamberit selam, varësisht në çfarë literaturë lexojmë. Nëse lexojmë në librat e hadithit, suneti ka kuptim ma gjithëpërfshirës. Nëse lexojmë në librat e usuli fikut, ajo është pak më ngushtë. Nëse lexojmë në librat e fikut, praktikisht suneti ka kuptim krejt tjetër. Fjala sunet te dietarët e hadithit është gjithëpërfshirëse. Për ata dietarët e hadithit e definojnë sunetin si fjalët e pejgamberit, veprat e pejgamberit, pëlqimet e pejgamberit, po edhe virtytet morale dhe pamja e pejgamberit. Gjithçka konsiderohet sunet tek ata. Ndërsa te dietarët e usulit fikut, këto të fundit nuk trajtohen si sunet. Të dy veçoritë e fundit. Te dietarët e usulit fikut, suneti konsiderohet si burim i shariat, i jurisprudencës. Për ata, pamja e pejgamberit nuk i intereson dietarëve të usulit fikut. Ka qenë kështu, dietarët hadithit ju intereson, se është pjesë e hadithit. Mirpo, pamja e pejgamberit nuk është burim shariatik, sepse ajo është njeri si njerëz të tjerë dhe pse ka qenë ai i gjatë ose i shkurt ose
tash po ngjyrë ka pas këtë, syt ka pas kështu. Po aspekti fizik praktikisht nuk është zgjedhje në fundit e tij, është zgjedhje e krijuesit dhe prej këtu ajo nuk mund të thonë unë s'kam drejt tash ose jo dis avantazh për arsye se nuk i përngjoj pejgamberit. Kështu që për ata në usul fik nuk i intereson kjo. Për ata dietarët e usul fikut sunetin e shohin si fjalët veprat e pejgamberit dhe pëlqimet e tij. Jo tjerat. Ndërsa të dietarët e fikut, jurisprudencës islame, termi sunet nënkupton rangun e veprës. Se diçka nuk është farz ose vajib, po është sunet. S'ka lidhje mo, se mundet me kon fjalë, mundet me kon vepër, mundet me kon diçka tjetër, që është sunet. Por ata mundet me kon sipas dietarëve të usul fikut ose muhadithinë fjalë sunet, ose si burim i shariatit pejsoj mundet me dal puna vajib. Po te dietarët e fikut jo, sunet nënkupton rangu i veprës, çdo vepër e cila është e preferuar fetarisht të kryet. Dhe për kryerje kemi shpërblim. Dhe për mos kryerje nuk kemi ndëshkim, atëherë është sunet. Për ata të dietarët e fikut nuk nënkupton fjalët dhe veprat dhe pëlqimet e pejgamberit, po është pak më ndryshe kuptimi i fjalës sunet. Edhe kështu kemi edhe plot terme të tjera. Te fjala sahabi, që sot po na intereson neve, sepse jemi te kjo kategori tash për folur. Kush janë sahabët? Sahabët me përkthyjen shokët e pejgamberit alayhis salam. Po në realitet gjithashtu definimi i sahabijut ka divergjenca dhe mendime ndryshme mes dietarëve. Përderisa dietarët e hadithit, muhadithinët, e shohin si sahabi shokët e pejgamberit alayhis salam çdo njërin që ka pas rastin dhe fatin me pa pejgamberin alayhis salam duke qenë besimtar dhe duke vdekur si besimtar. Do të nëse sipas këtij definicioni, përkufizimi, sahabi është çdo njeri që ka pas fat me pa pejgamberin sallam, po kush është ai me kon musliman në momentin kur e ka pa? Dhe ka vdekur si musliman. Po për jashtë kanë këta që kanë pranuar Islamin. Nëse dikush e ka pa pejgamberin alayhis salam, po s'ka qenë musliman. Dhe masi ka vdekur pejgamberi sallam e ka pranuar Islamin, nuk trajtohet si sahabi. Për ata definicioni i sahabijut është çdo njeri që e ka pa pejgamberin alayhis salam, është takuar me pejgamberin edhe një herë vetëm ose vetëm për një moment e ka pa pejgamberin sallam duke qenë ai vetë musliman dhe ka vdekur si musliman. Ky është sahabi te dietarët e hadithit. Te dietarët e fikut dhe të usulit është pak më ngushtë te shumica e dietarëve. Që ka edhe pe dietarëve të fikut dhe të usulit që përshkruajnë mendimin e muhadithinëve. Mirpo shumica e dietarëve të fikut dhe të usulit konsiderojnë sahabijun dhe përkrajnë mendimin se sahabi është ai shok i pejgamberit sallam që i ka besuar pejgamberit alayhis salam dhe e ka shoqëruar pejgamberin alayhis salam gjatë sa që në adet urf konsiderohet shok. Pse është ky dallim profesor tash mes dietarëve të fikut dhe usulit dhe të hadithit? Dietarët e hadithit e kanë shiquar pe konceptit që atyre intereson transmetimi. Se mundet njerë me po pejgamberin sallam e kanë dëgjuar duke thonë dhe e ka marrë një hadith një thonje vetme dhe e ka transmetuar. Edhe tash po është sahabi i ka po pejgamberin dhe e ka marrë direkt prej tina. Te dietarët e tash me mësua fen s'mjafton me po veç një pejgamberin. Me pos atë epitet të shokut i faktikisht. Po, për tash dietarët e fikut e kanë trajtuar atë i cili e ka shoqëruar pejgamberin alayhis salam më gjatë dhe ka marrë prej tina aq sa është trajtuar shoku i tina. Dhe sikur tash në realitetin tonë ditor, na si thon valla e kemi takuar njërin një herë, edhe më thon valla unë jam shoku i filon, pse e kum pa një herë. Ai thon shok aty? Si thon shok? Nuk vlen ti. Për ata juristët islam si kanë thon shok ti. Po me ato që na shohin për ditë ose shoqërohemi shumë, atëherë aty thon valla filoni është shok i filonit, ose ai është shoku im, çu është shoku, po dakona gati çdo ditë. Edhe prej këtu, tani e veçojmë, shok i punës, do të na ofron veç puna. Atë po ajo është tjetër shoqëri. Shok i shpirtit, me këto parashikje, mentalitet, bashkon mendimit, bashkon ideologjia, besimi, sene, me këto njëhesh ndryshe për ata. Po ajo që po duam me thonë në këtë rast është se është ky dallim dhe divergjencë. Për ata kur lexojmë në librat e hadithit sahabi trajtohet çdo njëri që edhe vetëm për një moment nëse e ka pa pejgamberin alayhis salam se dietarëve të hadithit ju ka interesuar çështja e transmetimit.
fjalët me marrë fjalët e pejgamberit ose i kumpo pejgamberin duke punuar. Ndërsa fukahaja për ata edhe tani kem divergjenca ma vonë të transmetuesit, sepse gjithëherë të juristit islam i është dhënë rëndësi tani transmetuesit i cili thash më thonë pak ma qartë për dëgjuesit. Na kem transmetues të besueshëm thika. Dhe kem transmetues të besueshëm faqih. Me thonë pak ma thjesht, kem transmetues të besueshëm që i plotson kriteret që mu pranuar rivajeti për ti, dhe kem transmetues i besueshëm dhe i ditur. Dhe djetar. Kem transmetues që është transmetues. I besueshëm, burr i mirë, i drejt, fetar i mirë, sa në po, ti e s'ka, as din shkrim, as lexim. Transmetues, i pranueshëm. Dhe kemi transmetues tjetër, i cili është burr i mirë, e muslimon i mirë, e fetar i mirë, i besueshëm, po plus është dietar. Tash Ebu Hanifja ku i ka dhënë rëndësi, që do ta mësoj më vonë, kur kanë ardhur transmetuesit e tillë në rrugë të transmetimit të hadithit, dhe ky tjetri, ky i besueshmi po jo i ditun, e ka kundërshtuar transmetimin që është transmetuar prej të besueshmit të ditur, fakihit, i ka dhënë përparësi dhe prioritet rrugës së transmetimit që jokon transmetuesit e besueshëm dhe të fakih të ditur, të kënaqshëm, të lexoshëm, e jo vetëm të besueshëm. E qartë. Që, profesor, mund kalojmë pyetjen e dytë? A ke të shtonë diçka tek? Jo, kjo është, do të sahabët kjo është ajo na intereson. Do të praktikisht fjalën e kemi në dy rastet për ata që kanë pas fatin, me pa pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe janë veçuar me këtë nder, i ka veçuar Allahu xhelshon dhe i ka graduar mbi krejt njerëzin. Për ata njeri ka që e pason pejgamberin sallam, sa janë prej nesh që e doon pejgamberin sallam, sa janë prej nesh që e lexojmë me ondje hadithet dhe sunetin e tina, edhe mundohem me pasue sane dhe me nëzispresu më botën arshme me e taku, pas se kemi pas rastin me e taku faktisht. Me taku këtë botë. Inshallah do të takojmë. Inshallah ja Rabb. Profesor, tash tek veçoritë me cilat veçohet kjo periudhë që kanë bojnë me shkencën e fikut, sigurisht dallon tash kjo periudhë e sahabëve me periudhën e kohës pejgamberit sa me shpalos diçka nga veçoritë e kësaj periudhe. Normalisht pe atyre që na përcjellin ka se problematika kur i drejtohen mosës nëpërmes mjeteve të informimit. E qartë. Shpeshherë na duhet s'kem qarë për pas parasysh se kemi asi që i njohin sendet dhe njohuritë bazike i kanë rreth kësaj çështje, ose që i njohin shumë mirë çështjen, edhe asi që për herë të parë ndëgjojnë këtë çështje. Neve kanë herë kur po duhet me i sqaruar do sene, po na duhet me kaluar pak më sipërfaqësisht për mos më thelluar shumë, që mos me kon tash më thon i thot për ndëgjuesin që don me pas njohuri më sipërfaqësore, jo të thella. Na shpeshherë kemi mu detyruar pak kësaj shtrese kanë herë mi aktiv shpinën gjatë ligjëratës, ose me dhonë ka pak edhe për pjesën tjetër, duke pas parasysh se shumë prej atyre të cilat këto dhona, këto njohuri, i din, i kanë të marrura prej literaturës, tash mos me quajt anti-hanefiste gati, po qashtu parafërsisht, prej opozitës. Përderisa është kështu, nas kemi qarë pa e sqarue shpeshherë edhe pa u thellu pak në argumentim të qëndrimeve të cilat do t'i paraqesum, e prej këto dhe kemi filluar prej kësaj fazës së hershme me pa që mbështetjen, themelin, rrënjët, shkolla juridike hanefite i ka të ka pejgamberit sallam, të ka e sahabëve. Ajo që deri tash i tham, periudha e sahabëve, normalisht për mos më na e pa dikush të madhe, që më thonë valla periudha mas vdekjes së pejgamberit, se sahabët janë ata edhe që ngon gjatë kohës pejgamberit alayhiselam, po pse kemi veçuar periudhën e sahabëve mas pejgamberit alayhiselam? Si ta që mbotjer, këta janë qëta, për arsye se me vdekjen e pejgamberit alayhiselam, tash kemi kaluar se thon dietarët pe tawrul i'timad ala tawrul ijtihad. Pej periudhës kur jemi mbështet në burim, e kemi pas burimin mesin tonë, drejt për drejt i mbështetje, na që kanë thonë pejgamberi sallam, ose në shpallje. Kemi kalu pej kësaj faze, e tash të kemi pejgamberi sallam mu. Tash na duhet me kalu në fazën e
e ijtihadit. Prej itimadit, mbështetjes së plot në fazën e ijtihadit. Pejgamberi sallallahu ka vdek. Ajo që duhet me pas parasysh çdo studiues është se ka përfunduar vahi, që nënkupton dy burimet kryesore të islamit të ndërprej. Që do të thot rezultat, s'kemi Kur'an, ajetet të reja mo, edhe s'kemi hadithet të reja. Kështu që ajetet dhe hadithet nuk mundemi me bejshtuhe. Prej kësaj e përforcojmë edhe një herat që kemi thonë në javën e kaluar, për ata që po mendojnë që do të me pas për çdo çështje tekst. Jo, s'mundu me pas për çdo çështje tekst, sepse tekstet kanë përfunduar. Numri i tyre është përfundimtar, s'ka shtesë mo, ndërsa problematikat vazhdimisht kanë me u paraqit. Problematikat e reja kërkojnë zgjedhje. Zgjedhja ka njerë mundet me konë tekstualisht e ofruar në Kur'an ose në Sunet, në tekste juridike për i quajtë të dyja, ka një herë atë që nënkupton teksti, e ka një herë në bazë të analogjisë, e ka një herë s'kemi qare bashkuhe në bazë të istihsanit ose kiasit, tashpon khafi, e ka një herë në bazë duke mbështetur në interesin e përgjithshëm, nga një herë duke mbështetur në traditën, sepse në gjitha këto tekstet censore, kryesore, kanë sinjalizuar që janë si burime plotësuese të shariatit që s'kem qare pa u plotësuar më vonë. Me këtë çapo du krejt me thonë, po du me thonë që fiku, se di, ndoshta kom drejt me boni krahasim me që me konë i kapshëm tash për ata që studiojnë jurisprudencën tash për i trive. Kurani i gjason aktit kushtetutës. Kushtetutës hanet janë të përgjithësume dhe shkurtimisht. Për ata kushtetutën e kemi ato që kemi një libër të vogël. Pastaj i kemi aktet ligjore dhe non ligjore. Kjo praktikisht është, ato s'kusojnë me dalë jashtë kushtetutës, ato janë sqaruese dhe detalizuese të kushtetutës. E tani, bas akteve ligjore dhe non ligjore, praktikisht kur merret dhe vendoset në kuvend, miratohet ligji i caktuar, për mu aplikue ligjet e caktuara, tani kemi akte të tjera të cilat janë për mu aplikue. E kjo është, tash mundu me thonë fiku, ose prodhimi i mendjes së juristëve islam ose fukahave. Kështu që kjo është ajo procedura përafërsisht. Kemi Kur'anin, kemi Sunetin dhe normalisht tani e kemi ijtihadin ose produktin e mendjes së fakihut. Rreth ijtihadit e kemi përmend, e kemi javën e kaluar. Unë rreth ijtihadit s'kem çfarë pa sqaruar një herë. Edhe termin ijtihad siç e sqaruam. Edhe do të mundohemi pak me konë pak ma të qartë edhe për mosën ma të gjerë. Çka është ijtihadi? Na ijtihadin e përmendëm se në aspektin gjuhësor është derdhja e mundit, dhënia e maksimalitet, mundin ton komplet, do të me harxhu komplet për me realizue punë që jo të letron. Për ata kanë thënë dietarët, nuk i thuhet e merrni kokër të fasules dhe çon, nuk i thuhet valla ijtihad. Po kur e merresh një gurë i tron, çaj është ijtihad. Se ajo folson nuk kërkon lodhje për teje dhe mund. Ndërsa guri i ron, për ata ijtihadi e kanë përdorur, e kanë marrë këtë term dietarët me kallëzu që është procedurë e rënë. Është për çështje delikate. Për çështje delikate, jo të lehta. Jo të lehta. Kjo është në aspektin gjuhësor. Ndërsa në aspektin teknik, çka është ijtihadi? Ijtihadi është kur i mujtahidi, që nuk kupton juristi specializuar, i rangut më të lartë, akademiku i shkencave juridike. Çka e shtin mendjen edhe tër kapacitetin e tij logjik për me ardhur deri te një vendim juridik duke u mbështet në tekstet tërthorazi ose në fushat ku teksti juridik nuk i mbulon. Ku ka shtrirje ijtihadi? Ijtihadi ka shtrirje në çështjet që s'kemi ajet dhe hadith, dhe në çështjet ku ajeti dhe hadithi nuk janë boll të qarta. Nuk janë boll të qarta. Prej këtu, shpeshherë po ndëgjoj për hoxhallarëve po përmendet la ijtihad ma an-nas. Është
term që djetarët e usul fikut e përdorin shpesh, la ijtihada ma an-nassi. Nuk ka ijtihad kur ka tekst. Kjo nuk është përgjithësor. Fjala kur ka tekst të formës së prerë. Kur teksti, ajet ose hadith qoftë ai, është i formës së prerë, në besueshmëri dhe në kërkesë, atëherë nuk le vend për ijtihad. Për ata s'ka ijtihad valla, a mu fal, a mos u fal. Sepse ka aq shumë ajete dhe hadithe, s'le vend për ijtihad. S'ka vend për ijtihad, a duhet me agjëruar Ramazanin apo një muaj tjetër, sepse tekstualisht në Kur'an ka ardhur. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Është përmend më herët, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Mirë po, kur teksti ajet ose hadith, ose vjen për shembull teksti në Kur'an do të më kallu kuptimin e tina, el-kalala. Po. Shkoj kam vetë Abu Bakrin. Është përmend ajeti e kalales në Kur'an. Kanë çka synohet me fjalën el-kalalatu. Thotë Abu Bakri, s'di ajet, as di hadith rësoj çështje. Po gjykoj, kjo është opinioni jam i po të Abu Bakri. E bën ijtihad tash ai. Ai po bën ijtihad tash. Ai po mbështetet në gjuhë. Se po din që s'ka tekst që e precizon edhe kuptimin e drejtë për zejt të kësaj fjale. El-kalalatu, kalalja, te unë nën kupton ai i cili nuk ka as tash po rroj, as loz. As ka prind e më lartë, e as ka fëmijë më poshtë. Kur ka në ka vdek individi caktuar, dhe praktikisht as ka lënë prind, as ka lënë fëmijë. Po, me fjalën prind nën kupton prindit, babën, nonën, gjyshin dhe më lartë, që ka njeri ka dikush edhe gjyshin dhe ka edhe gjyshin të tretë. Po tash pse tash martohen vonë nuk e kanë këtë farë si tashmë, po më herët ka qenë. Dhe ai që ka fëmijë ose fëmijën e fëmijëve më poshtë. Do të ka vdek dikush dhe s'ka as rënje, as s'ka lozë shpreha kështu. Thonë Abu Bakri, kjo është mendimi im rreth kësaj çështje. Nëse ja kam qelluar, kjo është dhuntia e Zotit që më ka mundsuar më ja qelluar. Nëse ja kam qelluar është mendim metet veç mendimi jam dhe çytje për idealit edhe kërkoj ndihmën e Zotit që na udhëzoj në atë çështë me vend. Do të praktikisht e shohim që ka bo ijtihad rreth kësaj çështje. Për ata ijtihadi ku thamë vepron në fushën ku teksti nuk është boll i qartë ose ku teksti nuk e mbulon fushën e caktuar dhe për këtë kohë kem mesele çështje aq shumë sa që s'mundu me marrë me mend. Ato mbulohen ka herë me ijma, ka herë me qiyas, ka herë me istihsane, burim me këto të cilat inshallah kur do të flasim për medhebin Hanefi më poshtë do të mundohem me sqarue. Me këtë ky është ijtihadi. Për ata ijtihadi çka është do të mundi dhe dhënia produkti mendor, psiqik, logjik i dietarit të nivelit më të lartë për me ardhur deri te vendimi juridik për çështjet që teksti është boll i qartë ose që tekst nuk ka fare. Që kjo procedurë quhet ijtihad. Personi që kryen këtë punë quhet mujtahid. Kjo është sikur procedura puna që kryen mjeku. Për shembull e ke mjeku e ka të smurin para vetes. Dhe i ka dhënë me bo analizat, ja kemi thënë edhe letrën e analizave, ka edhe të smurin, edhe analizat i ka para veti. Këto janë faktet, argumente që ai ka para veti. Tash, mbas këtyre fakteve, ai duhet me dal me një diagnozë dhe mbas asaj tani duhet me bo ijtihad. Ç'është ijtihadi? Ka so çamë qit pe kokrave, çamë qit pe bornave, çamë qit tash se çdo organizëm është botën vete. Do të imuniteti i organizmit është të secili pak më ndryshe. Por ata kanë shumë të njëjtën sëmundje kemi, po ai heton që imuniteti është më i dobët dhe përforcon një bornë tjetër. Kjo procedura që e bën mjeku për me ardhur deri te përfundimi se ilaçi o bara për këtë sëmundje, për këtë sëmurje është kjo dhe forma e marrjes është kjo është në realitet ijtihadi në fushën e mjekësisë. Për ata, për afërsisht këto e mora se kjo është ijtihadi i cili bëhet në fushën e fikut. Kjo është ijtihadi në fushën e hadithit. Se kanë herë këta që po merren me hadith, po flasin sikur hadithet me kënd formës së prerë. Po jo. Kjo është njëjtë. Sikur faqihi në fiqh,
kur i ka argumentet të para dhe mundohet me nxjerr një vendim juridik, sikur mjeku që i ka faktet para vetë në bazë tyre mundohet me e përcaktuar diagnozën për dhe barën shëruese për të smurin, mu hadithi çashtu e ka. I ka para vete vlerësimet e transmetuesit, ato kanë janë mundën me kon pejmat ndryshmeve. E ka para vete libra do të me gjetë formën, a ka pas mundësi ku mu taku me atë tjetrin, edhe kështu a ka shkputje, s'ka shkputje, dhe në fund do të mbaz të fakteve që i ka para veti, ai ka me ardhur në përfundim dhe me vlerësue që hadithi a është i rangut sahih, i besueshëm, a është nënte hasan apo është i dopt daif. Ne po thonë daif, i dopt të na stingëllon se aspektin terminologjik të fjalës nuk i kapëm. Hadithi daif është hadithi dyshimt. Se kësar po përmendet hadithi daif, këta po kuptojnë që është hadith që s'bën me punu me te. Gjoje në bërllak. Kështu një farformë për të të është ashtu. Hadithi daif është hadithi i dyshimt. A ka thonë pejgamberi ajo, në post faktive që i kemi para vetës, dyshojmë se e ka thonë pejgamberi alayhis salam. E tash, nëse gjojmë argumente shtesë, atëherë vim përfundim që basi ijtihad gjithëherë. Se transmetuesit nëse kemi gjallë dash më thonë vëllai, filoni e ka transmetuar, ku është kjo vëllai pe? Hajde po shkoj edhe pe qyri, edhe pe veti atje çfarë po thon. Po jo, na po flasim për transmetues kanë herë në shekullin e 14 e gjojnë të kushtet vëllai, ai që ka rënuar në shekullin e 3 ose 2, e thotë vëllai koni i panjohën ose i pabesueshëm, ose bidatxhi, ose me forma pejma ndryshme që i vlerësojnë dietarët e hadithit dhe pejtashit e vlerësojmë atë. Është shumë problematika, po, s'mund të thonë vëllai në formë prerë që kjo është çështo. Si po thotë filoni ka unë ditë se u kryu muhabeti, po jo s'u kryu muhabeti. Për çka? Sepse ai ka bu ijtihad. Se pejgamberi se ka po. Prej këtu kanë thonë dietarët. Kohën e pejgamberit alayhis për sahabët, kjo specifike kësaj kohe. Nëse pejgamberi alayhis salam i ka urdhëruar sahabët me ajet, ka shpall ajet, do të me krye çit punë. S'kan pas zgjedhje tjetër. Nëse pejgamberi i ka urdhëruar me krye punë caktuar me hadith, me fjalë të veta, s'ka pas zgjedhje tjetër. Pse? Sepse ai nuk ka dyshuar që është drejt për drejt i fjalë e pejgamberit alayhis salam. Po kjo nuk vlen për gjeneratat e pavëndshme, kur fjalët e suneti, jo te Kurani. Se Kurani është i ruajtur, sigurisht s'ka dyshim. Po suneti së shkruaj atje te pejgamberit alayhis salam, po zyrtarisht suneti shkruaj deri në kohën e Omer ibn Abdul Azizit. Në realitet, lulëzimi i sunetit, shkrimit, librat, dietar të mëdhej, ndarja e shapit pej shqerit, puna e madhe dhe rezultati i saj 6 koleksionet e mëdha të hadithit që kemi në shekullin e 3. Po. Për dijen e shikuesve, se na po flasojmë tash nëpërmes haditheve që kemi në shekullin e 3, fiku është shkruar dhe është përpunuar para kësaj kohe. Do të krejt imam të mëdhej, për jashtim të Imam Ahmed ibn Hanbelit, praktikisht kanë vdekë në shekullin e 2. Do të tash gatin për punë. Se Imam Shafiu tash kushtimisht mund ka vdekë në fillim shumë të shekullit të 3, sepse ka lind në vitin 150, ka vdekë në vitin 204 parafarsisht. Po gjithë kanë lidhë veprimtaria kryesore është në shekullin e 2. Tash është një divergjencë ose një dallim që bojnë natë kohës sodit me vlerësimin e hadithit në krahasim me shkencën e fikut, se si ka evoluar kjo. Do të thotë që i ka parapri jo, faktikisht po, këto që deshta po, shkenca e fikut i ka parapri hadithit. Do të recitimi dhe shkrimit të hadithit sa dyshim. Edhe një sqarim ma për tokë, profesor, për xhamatën e thjeshtë. Meqense kemi kërkesa edhe ne si imam edhe në për xhamia dhe janë disa për shembull që të interesojmë dëshirojmë libra të haditheve me i marr, me lexue. Tash ata kur po lexojnë disa hadithe, po fillojnë po punojnë sipas ato hadithe që i kanë lexuar në gjuhën tonë dashur shqipe. Siç ndron këto probleme tash. Këta xhamat thjesht që s'kan specializim fen ose që kanë studiuar fen, nuk kanë studiuar fen. A kanë drejt tash të punojnë si ti gjejnë ato hadithe apo duhet dikush t'ia usharon? Këtë rast ne unë për me sqaruar me shembull, po kthem pak më herët. Unë mora shembullin e fiqhit dhe mund e krahasu me shembullin e mjekut. I ndaj shumë edhe të muhadithi. Po te mjeku po nalëm. A ka logjik? Unë i smur dhe i kam analizat me vete, edhe shkoj te tekniku i telefonave, ose te ustaj i kerreve, ose te kovaci, thëmë qëre që të jenë dhonat,
qëtu e na, qa do të me përdorë, në qëfar së buja kom. Gjdo kush që vlerëson, e merë përsi për këtë qoshtë, për posë mjeku qaj thumë, është menduri. Ta shtë mund me morë kretë dhona që i kje, edhe kthejmë të shpja. Na dule në analizë, nesër kemi me shku të mjeku. Edhe mja. Po në shpekon i kem njërës më doshën që na donë mas shumë ti. I kem babën, i kem nonën, kush i ka të gjallë, kruan, kush e i martuam, fëmin, krejtë ta donë ma shumë se mjeku. Pse s'bjo thua, qëri që to janë dhonat, qa me bo, që është mja bo, po shkojnë të mjeku. Pse, mjeku është ai që është i thirrën. Për me, i studiue, me bo i ijtihad në atë material që... Prandaj nuk mjafton vetëm me lexua ditën e mënyrë start me ai s'ka drejt heq me lexua. Se kjo duhet të sharu faktikisht. Për ata tekstet Kur'an qofshin ose hadith qofshin ato praktikisht se të shumë e kena Buhariu në shqip, po Buhariu nuk është shkruar për njerëz të jashtë. Buhariu nuk e marrin vesh dietarët. Absolutisht. Buhariu për ata kush e ka lexuar më herët, kanë lexuar dietarët. Pse ka pas nevojë Ainiu e Ibn Hazeri me tash po them shpjegimi i Ainiut, Imam Ainiut, që e ka bëu Buhariu, që është ndoshta pe shpjegime me më të gjona që kemi deri sot, është ka botime që është mbi 30 vollume. Edhe plus çfarë kapaciteti ka qenë ai vetë, si dietar që i ka sharuar. Po e ka bëu për dietar, edhe shpjegimi është për dietar. Ose Ibn Hazeri në Fethul Bari, edhe shpjegimi i tij është për dietar. Do të ka pas nevojë që t'ju sqarohet dietarëve, përveç ekspertëve të fushës, me 20-30 vollume për me marrë vesh tekstin e haditheve në Sahihun e Imam Buhariut. Për ata po them, është ajo s'ka kurfar logjike. Nxitja që të bojnë ijtihad ose të mbështetemi në Kur'an, të marrim Kur'anin pej Kur'anit dhe pej Sunetit, është njëra pej formave më të rrezikshme ose më suksesshme në luftë kundër Islamit. Që po i bëhet sot pej pasuesve të tina. Faktikisht ajo është ngatrohen gjonat, pastaj nuk ai është menduri, po ata po them, nuk i sikur mirët kjo është njëjtë sikur më javulon ndon pej nesër, mjekët s'kan drejt ose si vet kërkush që mo. Për shëndetësi kena me vet njerëz të thjeshtë. Ose për pandemi, për trajtojnë vetë. Po, ose pandemi që e kemi tash. Për ata vetëm që çysh do të merret me mendimi i personit të përgatitur ose specialistit që me u marr me procedurën e ijtihadit që e përmendëm. Për ata këtë periudhën e sahabëve, kohën e shokëve të pejgamberit alayhis salam, s'kan qenë don sahabë njëjtë. Disa prej sahabëve janë konë që kanë nejtë me pejgamberin alayhis salam shumë më gjatë. Disa prej sahabëve kanë nejtë gjatë me pejgamberin alayhis salam, po përgatitja mendore e tina, zgjurtësia e tina u konë veç me shërbye. Po që këtu mundën të bojnë pyetjen edhe sa ka qenë numri i mujtahidëve nga sahabët. Po që është jemi këtë kategori të fol. Po, tash definitivisht që shumica prej sahabëve nuk kanë dhënë fetva. Disa kanë qenë të njohur si strateg lufte. Ai vetë çfarë fush, nuk është çfarë tjera. S'ka na si kemi një Halid ibn Walidin të dhënë fetva. Mirë, po kur ka qenë në fushën e strateg lufte, strategji, me përdor për me, është i pathyeshëm asnjëherë, s'ka asnjë humbje në histori. As para Islamit, as para Islamit, as me projekt muslimanëve, as kundër muslimanëve, s'ka asnjë humbje. S'tihet asnjë humbje. Strateg faktikisht. Strateg po. Mirë po, kush nuk ka vëllai për vetëm Halidin çish më agjëruar, çish më marrë, çish më martuar, çish më shkurrëzime, ushqime, kjo se shkon i kësaj fushë. Për ata na kem plot pe sahabë, për këtu dietarët kur janë pyet, ka prej tyre që janë thonë numri i mujtahidëve. Rangut të sahabët që kanë në rangun pe atyre që kanë pas drejt me vlerësue në bazë burimeve shariatit dhe me dhënë fetva tash po them, është konë vetëm 12. Ta e konsiderojnë të ngushtuam. Shumë paka. Po, Ibn Humami thot numri atyre ka qenë 20. Dhe këtë përkrojnë shumica e dietarëve që kanë ardhur më vonë. Po dikush thot tash për këtyre që po mundohen me popularizua dhe me përhap mendimet e Ibn Hazmit, Ibn Hazmi ka thonë 120. 120
120. Që do të thosh numri më i madh për një dietar që i kanë më i madh i mundshëm. Po ai që i lexon emrat, si sot Ibn al-Qayyimi, ai që i lexon, mos i ka përmend që Ibn Hazmi ka thonë 120 dhe i ka përmend ka konsideruar lloj çmendurie, sepse në mesin e 120-ve si mufti dhe mujtehida Ibn Hazmi ka transmetuar edhe Maizin edhe Ghamidien. Që do thotë kush çfarë roli kanë pasur në kohë. Roli do të një person i cili është ardhur dhe ka dëshmuar te pejgamberi alayhis salam se ka bërë laveritet zina dhe ka kërkuar me u ekzekutua. Këta dy të janë gjallë, çtirongo. Na më flasim që kemi të bëjmë me një pendim, me marrë shembull, me një kërkim pastrimit, shembull, dro prej Zotit dhe me dal për atit pas shembull, pas devocion. Po vallai Gamidia është kon mujtehide dhe Maizi mujtehid, dhe këto njerëz që ka mendje të shnosh nuk e thot. Po Ibn Hazmi me gjithë se ka qenë dietar me nam i mençur me sani, kanë herë ka plot sene që në realitet asmiu nuk i thot. Dhe këto kanë dëshmuar krejt dietarët dhe për këto ka shembuj plot dhe na skemi çore në tarë nuk kanë herë pa e përmend sepse detyron gjuha e tij. Ja po. Krejt ajo që lëvizja bashkore, thujse në Saudi, është ndërtuar mbi ringjalljen e mendimeve të Ibn Hazmit. Prandaj edhe por ata se na kemi, të loshën që kemi. Ibn Hazmi është munduar çashtu me e bllokuar Islamin në Kur'an dhe në Sunet dhe gjithë me i thirrën në ijtihad. Që do thotë unë jam i thirrur në ijtihad, ti je ijtihad, fëmijët tu janë të obliguar me ijtihad dhe fen do të më marr pe Kur'anit edhe Sunetit edhe me marr gjithë. Zoti hajra boft. Amin. Specifikat që e bone si pyetje në periudhën e sahabëve, normalisht në kohën sa ka qenë pejgamberi alayhis salam gjallë, edhe pse sahabët kanë dhënë fetva, edhe në kohën kur qom pejgamberi alayhis salam gjallë. Disa për shkak se s'kan pas mundësi me pas pejgamberin prezant edhe me u përgjigj. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal shkon në Yemen. Ja ka kallëzuar metodologjinë, me fjalë tjera, e ka vetë për metodologjinë që ka me përdor dhe e ka pëlqyer pejgamberi alayhis salam. Kur'anin, Sunetin dhe ijtihadin. Kur'ani, Suneti dhe ijtihadi. Elhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulihi lima yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Ose lima në rivat lima yarda bihi rasuluhu. Ka falendruar Allahun xhaleshan pejgamberin sallam që Muadhi ja ka dhënë mendjen në shnosh dhe e ka udhëzuar këtë që me punon me Kur'an, me Sunet dhe me ijtihad. Do të Muadhi ka punuar me ijtihad. Pse? Sepse kon në Yemen. Ai s'ka mujt me kanë njerëz që kanë pyet, s'ka mujt me u kthye me thon vallai te veti çapo bëhet. As internet e telefon s'ka pasur me komunikuar. Aliu ne ka dërguar është çashtu. Mirë po, sa gjithë kështu. Kemi raste kur pejgamberi sa sahabiu është para tij dhe vendosën këtë çështje. Po, ka ndodhur për çështje ndryshme që Saad ibn Muadhit me rastin e Beni Qurayzës kur kanë trajtuar, kanë çuar vendos çfarë bëjmë. Dhe e ka pëlqyer dhe e ka thënë sabte. Ja ka qelluar vendimit të Allahu xhaleshanu e pëlqen edhe. Edhe është i pëlqyer dhe i pranon te Allahu xhaleshanu. Ço duhet ka kërkuar? Sarim vendim me marr. Dhe e ka pëlqyer. Ka pas raste kur sahabët se kanë pas aty, po kanë marrë vendim e kanë orë ka pejgamberi e ka pëlqyer sa. Po vdiç pejgamberi tash kemi muhabete të tjera specifika. Tash po çështjet që kur i studiojmë këtë periudhë ose madje kur e studiojmë zhvillimin e mendimit juridik në periudhën e sahabëve, mas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, na kemi pasur janë disa karakteristika dhe veçori që e kanë karakterizuar dhe kanë veçuar këtë periudhë kohore të zhvillimit të shkencës së fikut ose zhvillimit të mendimit juridik. Mas pari shohim që sahabët gjithherë çuçi kam mësuar pejgamberi alayhis salam. Mas pari Kur'anin zojnë në Kur'an Sunet pejgamberit alayhis salam. Do gjithherë janë kon mas pasimit të burimit hyror, Kur'anit dhe Sunetit. Specifik kjo që e gjojmë të këta dhe të shkollat juridike në vazhdimësi masanena. Pasimi i Kur'anit dhe i Sunetit pejgamberit alayhis salam në fund strikte.
specifik tjetër, s'ka në Kur'an dhe në Sunet, e shohëm që në kohën tash në paraqitin burimet e reja të shariatit. Në paraqitet ixhmai, konsenzusi. Pra në kohën e sahabëve nuk pas ka pas burime fiku vetëm Kur'anën e Sunetit. Po, në kohën e pejgamberit. Nësa mas kohës pejgamberit, tash sahabët kur janë pa pejgamberin, këtë periudhë me qëtë periudha e dytë tash e sahabëve, periudha e parë e sahabëve, sa kanë pas pejgamberin në gjallë, periudha e dytë kur janë met pa pejgamberin, se ka vdek pejgamberi alayhis salam, shohim që saneti kanë vendosur me konsenzus. Për ata, s'ka në Kur'an dhe në Sunet, Ebu Bekri i ka ftue, po jo krejt sahabët. Kjo është ajo që thamë më herët. Po, numrin e mushtahidëve nga sahabët. Vetëm ata të dishmit prej tyre. Dhe i ka konsultue çfarë vendimi me marrë të çështjes së caktuar. Dhe kemi një numër të vendimeve që i përmendën dietarët. Kush e lexon tash po them Musanefin e Abdurrazakut dhe Ibn Abi Shejbes, ka me gjetë me mira mesele, çështje vendime që transmetohen prej sahabëve. Tash po shumë, se na po flasim për dy libra që janë shumë të mëdha. I pari ka prafërsisht 30 mijë rivajete. Mes hadithet dhe aso që është transmetuar për pejgamberit, pej sahabëve dhe pejgamberit selam dhe pej gjeneratës tabiinëve. Për ata për cilë zhvillimin e mendimit juridik, ai që tash po merret me fik dhe nuk e ka këta dy musannefat, praktikisht ai veç i bën çel vetes. Se është gjithherë të emitua se të i përcjell fjalët e tjera, s'ka fjalë të veta. Se ka shiju vetë ato, se ka studiuar, se ka të pjekë në çështjen po. Për këtë shohim që në këtë kohë Ebu Bekri i ka ftue sahabët e dishëm. Mushtahid e kohës, faqih të kohës, dhe i ka konsultuar. Dhe kemi një mori i mashë, shamull, se kur po flasëm për ixhmain, normalisht në usul fikse kemi dërmenë sot me shpjegua, me seru. Mirë po, gjithherë po e shoh po përcjellet kur përmerret ixhmai, këta që pak pëlqejnë veten ehlul hadith, këtë nuk e pëlqejnë fort sepse Imam Ahmedi ka thonë s'ka mundësi mu realizu mas kohës së sahabëve. Okej, s'ka mundësi mu, po elementin tjetër që po e përmenin që çdo ixhma ka mbështetje në Kur'an dhe në Sunet. E që përsëri na pështrohet një pyetje e thjeshtë ajo, çfarë rëndësie ka ixhmai nëse ka mbështetje në Kur'an dhe në Sunet? Normalisht ixhmai ka rëndësi edhe për Kur'anin edhe për Sunetin, po jo gjithherë mbështetet në Kur'an dhe në Sunet. Po kemi disa prej ixhmave të sahabëve, tash po shkojmë me ixhmaat e mëvonshme, që praktikisht janë marrë, janë dhënë si vendime dhe nuk kanë mbështetje në Kur'an dhe në Sunet. Sahabët kanë vendosur që në trashëgimi me e zbrit gjyshin në shkallën e babës kur nuk ekziston. Që nënkupton, nëse ka vdek dikush dhe nuk i kalon babën, po ka gjyshin gjallë. Baba s'është. Kemi të vdekurin, edhe ka vdek. Trashëgimin tash, këqyrëm kush e ka, fëmijë sa ka, se janë disa prej trashëgimtarëve nuk bien asnjëherë në asnjë rast. Për ata fëmija nuk nuk i merret të drejta në trashëgimin asnjëherë, gjithherë ka drejtë në trashëgimi. Prindi gjithherë ka drejtë në trashëgimi dhe bashkëshortët gjithherë kanë të drejtë në trashëgimi. Me qenë se tek ne po i vlerësojnë tash me dalën kohën tonë pa kaq që është më i dashur edhe unë më shumë ose më i afërt. Jo, ato nëse drejtë në Islam është. Po mjafton në kohën. Po tash mirë, baba ka drejtë, po gjyshi s'është përmend. Në tekste. Po. S'kem ajet as hadith që gjyshi ka drejtë në trashëgimi. Tash kur des baba, tash rregulli tjetër, kur i afërmi është, kur i afërmi është e pengon, e largon, e mshef, e fshin atë që është më larg. Ja pa mundson trashëgimisat të për e pengon ato faktikisht që është më larg. El-hujb që bëton në arabisht. Do të e kije djalin, kije nipi s'ka drejt trashëgimi. Se djali ai më i afër min çat vi e fshin ato që është një hall më afër. Po baba kur është gjallë e fshin gjyshin në më lart. Po tash s'është baba, ka ixhmat sahabëve që gjyshi bjen në pozitën e babës dhe merr sa kish me marrë në trashëgimi baba sikur të kish me kon
kish me konë gjallë. Kjo është rezultati i ijtihadit sahabëve. Ijtihadi, po kjo mbështetën në ijma. Ijma, po. Në ijma, sikur që kjo kelalja pak më. Po. Pe specifikave të kësaj kohe është që sahabët e shohëm që në periudhën e dytë, pak më vonë, kanë filluar me pas kujdes në pranimin e sunetit. Ka thonë pejgamberi, është thonë pejgamberit alayhis salam. Dashë që shohëm që paraqitet edhe kemi raste konkrete kurse Omeri radiallahu ta'ala kërkon që të dikush kështu, të bërë dëshmon edhe dikush që ka thonë pejgamberi alayhis salam, për mos me marrë shembuj e mos zgjat shumë. Po do të praktikisht kemi kujdes dhe pej kësaj kohe, pej kësaj periudhe kemi kur hadithi i pejgamberit alayhis salam, transmetimi më drejt me thonë, se kur themi hadith sikur po thonë ka thonë pejgamberi alayhis salam, po ajo që është transmetuar mu këshyr, a mu pranue, a mos mu pranue. Në kohën e Omerit, Fatime bint Kajs, në çështjen e që është përmend, hadithi është sahih, s'ka dyshim, është pyet, masi është shkurrëzuar, ka unë pejgamberi alayhis salam nuk i ka përcaktuar as furnizim, kohën e idetit. Po ndryshe do të thos furnizimin as vend banimi, as tonën, as sukna, as nafaka. Dhe tash Omeri kanë dëgjuar këtë farë pune. E çka ka thonë? Ka thonë la nada kitab rabbina wala sunnat nabiyina li qawli imra'atin ma nadri a hafizat aw nasiyat. Selam librin, Kur'anin, edhe sunetin, traditën që është pra aplikuar deri tash për fjalët e një gruaje që nuk e di a ka mojtën men, apo a ka harrua. A gruaja po të pejgamberi që shumë ka unë, që të dhe sunet, i pejgamberi selam po. Omeri nuk i ka pranuar sepse i ka rënë ndesh me ajetin wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin deri në fund të ajetit ku tregon se mas shkurrëzimit gruaja ka të drejtë me ne gjatë kohës së idetit ka të shkuruar me vendbanimin. Dhe atëherë nafaka edhe ushqimin. Dhe s'ka drejt me larguar, ndërsa kishim pas rivajetit të Fatime bint Kajsit, po del që kjo nuk vlen. Për ata Omer kanë hadithin po mbien ndesh me Kur'anin dhe ka refuzuar. E ka refuzuar hadithin. Po se ka refuzuar hadithin si ka qef. Po për shkak se ka rënë ndesh me një diçka më të fuqishme. Ose hadithi e Abu Musa al-Sharif kur tashmë kur shkua dhe ka trokitur nder te Omeri radiallahu ta'ala anhu. Dhe Omeri nuk ka qelë derën, ka trokitur edhe herë, u vonuan hapin e derë. Ka trokitur 3 herë dhe u kthye. Po dalë Omeri, po peslarti, kam pse spritemi, kam pse kum dëgjuar pejgamberi alayhis salam të thonë që 3 herë kërkohet leja për me hinë shpe, ja qelë derën dikujt që musafir, se s'qenë dera do të mu kthye. Po Omeri kanë vëllai nëse s'bie dëshmitar, se kanë dëgjuar kur me pejgamberin alayhis salam në çështje të tillë. Po të lëre. Edhe ka filluar me dyshuar në thonje, pse sahabi shok i pejgamberit me nom, me sene, se do të më pru fakt edhe dikush me dëshmuar që deri ka dëshmuar edhe dikush tjetër, unë për ndryshe, se Omeri pak ka qenë i ashpër. Ka pranuar kohë ja ka ndaluar Ebu Hurajres, në kohën e Omerit, Ebu Hurajres ka pas drejt me transmetuar hadithe. Unë më thonë, po në Sierra Alamun Nubela, Imam Dhahabiu ka përmend me rrugë transmetimit që Sheikh Shuaib thotë është e sakt, kur i ka thonë ose kimi ndalës, kimi me transmetuar hadithe mo, ose la ulhiqannaka bi ardi Dausin. Ku më të përzon për Medinës me të çu pe ka kjo ardh. Kështu që është pe specifikave dhe karakteristikave të kësaj kohe që kemi filluar me e përcjell me kërkuar me këtyre hadithet kush. Është pe karakteristikave të koha periudhe pasimi i dietarëve, që bavon e quajmë taklid, që tash bjen ndesh me ato që do të secili me bu istihad. Për ata shumë ashqare që ton s'ka me fol. Pranohet mendimi i tjerë, bile si do të shohim ma vonë te kohën e Alkamës, të nxënësat e sahabëve, ma vonë shohim që disa kanë pas vrejtje, ka thonë djali babës, pse po shkon te Alkamja me vet, me marr fetva kur hala ka gjallë pe shokëve të pejgamberit alayhis salam. Ka thonë ja bunayya, o birim për shkak se po i shoh shokët e pejgamberit të shku me vet ata. Atë shokët e pejgamberit sallam
edhe kur u konë punua për dije për sene, kanë vetë gjeneratën e dytë. Për se jenë konë djetarë. Ndërsa ata nuk jenë konë të këti rongo. Kështu që pasimi dhe vetja me pyet djetarë tjerë, u konë pe karakteristikave të kësaj kohë dhe kësaj periude. Normalisht, kjasi u konë shumë ma i dukë shumë në këtë kohë, si bërim tjetër i shëriatit. Ka fillu faktikisht më shfaqë më shfaqë në këtë kohë me të madhe. Dhe pe specifika që neve na interesën në ijtihad, sepse ijtihadi si procedur është në realitet shpirti i jurisprudencës islame. Gjallëria e fikut. Fiku s'mundet me vazhdu me të gjallë pa ijtihad. Se ijtihadi nëpërmes tina ju japet përgjigje problematikave të reja që parasiten. Për ata, si të mbyllet, shkputet çështja, mbyllet dera e ijtihadit, që disa po pretendojnë që mbyllet, që s'është me vend, atëherë praktikisht na e kemi dënue drejtën islame fikun me adhon kohën ka dyrteje, me mbyll në borgë me burgos edhe me tonë nësishtarët historiske, hyë dhe mo s'kje jetë në praktik. Për ata, kjasi analogjia është njëna prej çështjeve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar sahabët me aplikue, ka mbështetje atje. Kur do të flasim për Ebu Hanifin, inshallah do të ndalim këtë pikë. Dhe e shohim që sahabët mes veti kanë filluar dhe kanë aplikuar sidomos kohën e Omerit radiallahu ta'ala. Për ata dy letrat e njohuna të Omerit që ja u ka dërguar Abu Musa Ash'ariut dhe Qadi Shurajhit, Ashqari i ka thënë që duhet në rastin e vendimmarrjes do të me konsultuar Kur'anin, nëse zgjon zgjedhjen te, me konsultuar Sunetin dhe nëse zgjedhjen te i'rif al-amthal wa qis al-ashbah. Atëherë, çështja a ka ngjashmëri me një çështje që për të ka zgjedhjen në Kur'an dhe në Sunet dhe vendosen sipas asaj që e sheh atje. Dhe kjo është procedura e kjo që s'do ta sharojmë atë. Dhe pe i veçorive karakteristikave të kësaj kohe që na vjen neve në ijtihad është se në këtë periudhë sahabët na kanë mësuar, se i kanë mësuar pejgamberi alayhis salam me e njoft synimin e tekstit. Jo më marrë me tekstualitetin e tekstit, siç po i kemi disa bashkëkohor tash. Synimi i tekstit, çka nën kupton teksti. Kjo është tahlil al-ahkam. Se kjo e çel derën e ijtihadit, e mundson tash. Të vallai, kjo punë është bo, për çka është bo? Për çka është bo kjo punë? Ka marrë vendim shërat për këtë, për çka është? Kur e dim pse hin për çka është, atëherë ne vendimin veç e shtrim. Na praktikisht ne mundem të thonë që el-khamru, vera që është përmend, alkooli në Kur'an, lloje njoftën. Po, për çka ka ndaluar konsumimin e venës? Synimi ndalesës. Është kom për arsye se e privon mendjen pe aktivitetit të saj. Dehja. Tash krejt pijet, kjo është tash ijtihadi. Krejt pijet që kanë këtë defekt, këtë element, atëre vendimi shtrihet ndo dhe dalin të gjitha të ndaluara me këtë procedurë. Sepse këtu i kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yaqdiyan al-qadi bayna ithnayn wa huwa ghadban, gjykatësi s'ka drejt me gjykue në mes dy palëve për shkak në rastin kur është shumë i hidhur. Pse? Për arsye se mundet me koni panshëm. Njeri kur është i hidhur, e din që në gjykim ç'është se ka veten në kontroll. Na në çështje, jo në gjykatë, po në çështje ditore. Nëse kthehem në shtëpi, edhe s'ke të lashe, si e hidhur mësane, fëmija dalin për kthele dhe mirë mësane. Nesër mas nesër shkon i hidhur, atë njëjtit fëmijë dalin me të njëjtin gëzim me mësanit, hajde i largov çanina. Pse? Ç'a ndryshoi? Që ta fëmijën. As just kam bu. Po problemi është tek ti, tek unë që jem kthye. Sepse jote faktikisht. Po do gjendja shpirtërore ime. Për ata kanë thënë dietar, po mirë të këshyrum, a ka dhe gjendje tjera që i gjasojnë hidhërimit. Kanë po edhe dikush pikëllimin. Ka vdek dikush pe dashur. Ka vdek fëmia i ka më shkuë me gjykue. Ose uria. Mundet më ndikua edhe pe çdo element i cili praktikisht
ndikon që shpirtërisht mos jetë i qetë me rastin e vendosjes mes palëve, gjykimit mes palëve. Dietarët kanë bazë të hadithit pejgamberit alayhis salam la yaqdiyan al-qadi bayna ithnaini wa huwa ghadban. Krejt elementet e tjera që ndikojnë që na mos me pas veten në dorë dhe mos me kon drejt ose me na penguam me marr vendim të drejtë si duhet, ne nuk kemi drejt atë ditë me gjykuar. Dhe kjo është ajo që është procedura e kia. E procedura e kiasit. Do të në këtë fazë, në këtë kohë, në periudhën e sahabëve kjo ka filluar, e sidomos për atyre që kanë më ditëshme, që kanë Omeri radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud e ngjashëm. Omeri radiallahu ta'ala në kohën e tina, tash ne kemi atje pej fondeve që jepet zakati muallafatu qulubihim. Përfitimi i zemrave të disave, ose murit për i shërrit tyne e feja, ose mi ofrua nga ofër islamit, mirë po na e shohëm që në kohën e Omerit këtë fond e ka fshi. Pse? Sepse Omeri ka konsideruar që tash në këtë kohë islami është mjaft i fuqishëm, s'ka nevojë me tash po them me lajmit kërkonin popullor që ja që ja s'kem nevojë për me don mirë s'don tash si kemi atë farteloshe mu. Ose vendimi i Omerit radiallahu ta'ala anhu që në atë vitin e Amul Mejaa, që kanë thonë vitin e varfrisë të skomjes të madhe që kanë ndodhur në kohën e tina, e ka privua dënimin për vjedhje. Pse mos muj me definue, a ka vjedhë për shkak se s'komës, apo pse ato e ka zanot. Dhe prej këtu, deri sa është rikthye gjendja situata aspekti material është përmirësue, ka privua. Pse? Sepse tekstin ashtu e ka marrë vesh ai. Që do të mos pari shteti ka për obligim ja ofru këtë e tek atëherë me apliku ligjin. Praktikisht kanë filluar njerëz me po çanën kupton teksti. E jo formaliteti edhe ajo sipërfaqësorja në tekst. Na çu bën kjo tash kur po na thon shembull me ilo duart. Tash po na thon 20 deri në 30 sekonda për udhëzimeve, po na mësojnë gjithëherë. Po kone pandemisë tash jemi. Mirë. Me se cilën me vetë. Tash i thoma tina që na ka thonë ekspertit. Fjala është çfarë numri shajt është 20-ja, që na keni thonë 20 sekunda. Kam thonë jo, po parafërsisht e kemi pa që çaq mundet me qëndrue taj virusi pa u largue prej dorës, nëse e lajmë, e fërkojmë. Do të ajo është para po si numër që se e bëhje me 5 sekunda shkon. Detergjenti mirë me 10 sekunda shkon. Po në tëra rastet e kam po që mas 20 që s'po mundet me qëndru më ndorë. Edhe ta shkon e 20 sekunda, po 20 sekundëshin, na kena marrë vesh se kena marrë vesh që valla, 20 që është me rëndësi. Se hajë do të gjithë qysh. Jo, ajo është përcaktuar që shumë, sikur me lo anën. Pejgamberi sallam kanë idha vëla gal kush qeni tash lapit në anën dikuj do të derdh ujë dhe do të lën 7 herë. Njënën për ty në me dhej, 7 herë. E bo Hanifja se ka konsideruar shtorshin numër qajt. 7 herë dhe zbën në lyshe. Pse? Sepse synimi është mi pastrua anën, a me lo 7 herë. Nëse atëherë me dheje do të mi lo 7 herë, ta shështim në maqinë të lomjes, s'ka nevojë 7 herë, se me bu me shti në 7 herë në maqinë të lomjes, atëherë anë mos me zëtë bëhet. Se me lonë të nditër mu lo. Kështë që shënim është pastrimi e jo nu, po është dosht me përmend diçkahin që me shkuën të sigurtën, që edhe ai i cili nuk e kupton synimin e tekstit me lo anën mi, me apliku me qatë regu. Për ata janë edhe në para pas, për ata në rastin e marrjes së avdesit, kur në thonë neve, në fillu thonë njeti është farz. Po. Ta në vitë është njeti farz. Për shka? Ka në bo një vjetë, sepse ujë me natyrshëm në rinjën e ti është pastruas. Se e bo në një zizë, e lanë. Po ka unë pejga mirë, po pse se keni përgjithësuar tesha me natyrshëm në rinjën e saj, më lënë avretin, a qashtu? Pse nuk të go farz, se dhe kjo pe farzëve të avdes, të namazit është. Pse se kanë bo farz që kur të veshëm teshat, nëse se bojmë njetë për farit namazit, mos me navlet teshat, kjo është me këto. Për ata këto janë disa për specifikave, po krejta e që është se, mund themi se fiku në këtë kohë ka marrë formën e tina, ka fillu mu pasurue, ka fillu mu apliku në stadet reja, sepse në kohën e sahabëve,
të shkone Omerit radiallahu ta'ala, në kemi bjen peranduria me e madhe në studimin e muslimanve. Peranduria persiane, bjen, do të tash kemi popuj për ima ndryshmeve, edhe popuj të Afrikës, edhe këne gati në Evropë, edhe për Azisani, që kanë fillu me i popuj dhe kultura ndryshme, dhe paraqitja problematikave të reja, që kërkojnë zgjedhje. Dhe prej këtu, unë themi që është kjo faza shumë e rëndësishme, sepse është gjenerata që e kanë po pejgamberin alayhis salam, kanë marrë drejt për zrejti për i ti, dhe është dosht vetë pa te me jetësu në praktik mësimet e për vete, për gjenerata që lidhë mas tyre. Dhe është dosht ato që pejgamberi alayhis salam ja ka mësuar tash me jetësu në praktik për zgjedhjen e problematikave të reja që s'kan tekstualisht zgjedhjen në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Faleminderit shumë profesor, me qenë se kemi kaluar këtë minutazhin e një orëshit, por këto janë trajtesat faktikisht që na i bën profesori i nderuar, që lutim Zotin ta shpërblej dhe juve shikues të nderuar për pyetjet faktikisht do të vazhdojmë inshallah t'ju përgjigjemi edhe në misionin e ardhshëm, pra të ajten prej orës së 17 deri më atëherë ju lëm në mëshirën e Zotit. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.